Miqtë e mi, përshëndetje. Njëherë, duke parë përpjekjet pa dobi të njerëzve, një mbret i zgjuar tha: "Të gjitha janë gjëra të kota dhe një kërkim për të kapur erën." Kjo ishte e qartë edhe për personazhin e historisë sonë të sotme, kur ishte në moshë të re, sepse lufta i kishte shkatruar shtëpinë dhe vendin e tij. Por gjërat pa dobi u venitën shumë kohë më parë. Tashmë jeta mori qëllim dhe gëzim, në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Kazuo, biri im, eja ullu pran babit. Ati nuk i ka mbetur edhe shumë kohë. Po, mami. Fillimisht humbëm shtëpinë me këtë luftë, edhe dyqanin e ëmbëlsirave. Më pas 2 nga vëllezërit e tu u larguan, edhe tani po humbasim edhe baban të. Ka dhimbje babi? Jo, nuk e besoj. Ai po flej qetë. Është njeri kaq i mirë. Ka vënë më njanë ushqime që do të na mbajnë për një kohë të gjatë birë. Si do t'ja bëj unë pa të? Mami, ai nuk po merr frym. Ashtu është. Riki Matsui im nuk jeton më. Miqtë e mi, po ndihni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vijnë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 291, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Kazuo, Yoshiaki, zgjoni! Çfarë është kjo zhurmë, mami? Janë aeroplanët bombardues. Shkoni në qendrën e strehimit dhe qëndroni atje. Nxitoni, do t'ju vit ju marrë më vonë. Ije, Yoshiaki! Këti, Yoshiaki, ije! Vrapo, më shpejt, mirë, vrapo! Ishte viti 1945 dhe personazhi i historisë sonë të sotme ishte 12 vjeç. A jetonte me nënën dhe vëllain e vogël në portin detar të Shimonosekit, në cepin jugor më të gjerë të ishullit japonez. Lufta dhe pasojat e saj do ndryshonin plotësisht jetën e tij. Ashtu siç do të dëgjojmë tani në historinë e vërtetë të Kazuo dhe Hisako Ozaki, tani në Të lirë nga prangat. Imate kishte lënë punën si përgjegjës në portin detar të Shimonosekit që para se unë të lindja dhe kishte hapur një dyqan ëmbëlsirash. Japonia ishte në luftë dhe qeveria na urdhëroi të linim shtëpinë sepse në atë zonë do ndërtonin një strej inkursioni kur sulmet të shtoheshin. Imat ishte mbi 70 vjeç dhe kështu e la dyqanin e ëmbëlsirave. Vëllezërit e mëdhenj kishin shkuar në luftë kur ai vdiq. Më pas filluan sulmet ajrore dhe nëna na dërgoi në qendrën e strehimit. Kur erdhi mëngjesi, qielli ishte akoma gri nga tymi dhe hiri. Kazuo! Yoshiaki! Është mami, jemi këtu! Që këtë qau! Ne pam një bombë që goditi një shtëpi dhe shpërtheu si një meteor. Kur erdhëm këtu, një burr nuk na lejoi të hynim brenda, sepse streja ishte mbushur plot, por një burr tjetër u ngushtua duke bërë vend dhe për ne. Nuk erdha dot sepse po lëshoheshin shumë bomba. Të gjitha piketat e kufive u shkatruan, edhe humba rrugën. Ne pritëm shumë që ti të vije. Pritëm gjithë natën dhe kur ti nuk u duke u tremëm shumë. Do të shkojmë në shtëpi tani? Shtëpia jonë u shkatrua nga bombardimet. I kemi humbur të gjitha. Shtëpinë, ushqimin, gjithçka. Po të paktën jemi ende gjallë. Po tani ku do jetojmë? Do mbijetojmë me ato që do të gjejmë në Rënoja. Për disa muaj ne jetuam në një shtëpi të ndërtuar me arka mollësh dhe me çatite në qeje që ndodhej në një fushë të hapur. Kur lufta mbaroi, vllai im i madh u kthye dhe na gjeti duke jetuar në barakën tonë. Oh, mama, sa mirë që ju gjeta gjallë. Sa lumtur jam që të shoh pirë.
Ku është babai? A i vdiq këtë vit. Gjatë bombardimeve? Jo. Në shtëpi, para se bombardimet të fillonin. Më vjen keq që i humbëm të gjitha, përfshirë edhe gjërat personale. Jo, mama. Nuk është faji yt, është faji i luftës. Po kursimet i kam ruajtur. Jeta jonë ishte e rënuar dhe me një të ardhme të pasigurt. Ne jetuam me kursimet e tim vëllai, derisa filluam punë në ndërtimin e vijës e kurudhore kombëtare japoneze. Një ditë, jeta ime nga e pashpresje dukej, ndryshoi plotësisht. Ku e gjeta ata uniform? Ma dha një mësues gjimnazi dhe mbeta e çuditur kur ai erdhi dhe më la në dorë kutin. Nuk e di si na ka gjetur, por ai do që Kazuo të kthehet në shkollë. Tani që kam uniform të re, mund të shkoj Në cilën shkollë? në gjimnazin teknik të Shimonosekit. Shumë mirë. Fillo studimet për arkitekturë detare dhe ardhmja jote do të jetë e siguruar, Kazuo. Unë u diplomova për arkitekturë detare. Mësuesi në gjimnaz më nxiti të studioja anglisht, sepse në atë kohë anglishtja ishte gjuha më e përdorur për ndërtimin e anijeve. Kështu studiova edhe anglishten, por kisha një dëshirë të zjarrt për muzikën. Ndaj u futa dhe në korin e burrave. Pi pak çaj të nxehtë para se të nisesh, Kazuo. Faleminderit, mama. Do kthehesh për darkë. Nuk besoj. Kemi prova me korin. Dirigjenti ynë do të provoj disa vajza që ka marrë nga shkolla e misionit. Do me thënë, tani do jeni djem dhe vajza bashk. Po, dhe duhet të shkojmë në kish në mënyrë që t'i bëjmë bashk provat. Duhet jetë argëtuese, Bir. Nuk e di, por nuk është se jam interesuar për kishën apo për fen, përveç se këngës. Ajo ishte hera e parë që unë dëgjoja një mesazh nga Bibla. Hera e parë që këndoja një himn në kish. Por prap kisha nuk më interesonte. Pasi mbarova gjimnazin, ekonomia në Japoni ishte në rënje dhe nuk ishte e lehtë të gjeje punë. Duke qenë se nuk mund të paguonin për universitetin, u futa në ushtrinë japoneze dhe më ngarkuan të punoja në Sapporo, në jug të Japonisë, si oficer koordinues duke përdorur anglishten time. Për të përmirësuar anglishten, kaloja shumë kohë me familjet amerikane që jetonin pranë bazës. Një natë, u njoha me një misionar amerikan, i cili quhej Walker. Ke një anglishte shumë të mirë, Ozake. Faleminderit, Walker Sensei. Kam studiuar anglisht për 7 vjet në gjimnaz. Dgjoj, mua më duhet një mësues anglishte dhe një interpretues në kish. A më ndihmon dot këtë fundjavë? Mund të ndihmoj, por unë nuk jam i krishter. S'ka problem. Madje as Biblën nuk e kam lexuar ndonjëherë. Ashtu? Po mirë, ja. Merre këtë Bibël. Është e jotja. Nuk besoj se do arrit të përkthej dot për ju. Nuk jam aq i rrahur me termat e krishterë. Po do t'jap dorëshkrimin para kohë që ta mësosh edhe ta përgatisësh. E po mirë atëherë. Nuk më ka mbetur gjë tjetër për të thënë. Përktheva për Walkerin çdo të diel për 3 muaj rresht. Dhe her pas here që përktheja, mesazhi i tij bëi edhe më personal. Në një farë mënyre, po i shpjegoja ungjillin vetes. Zoti mund të na kishte bërë robot që ta adhuronim atë, por nuk e bëri. Ai na dha vullnet të lirë për të ndjekur ose shtegun e drejtësisë, ose shtegun e ligësisë. Te ligji për të rirë, kapitulli 30, vargu 19, Zoti tha: "Unë sot marr si dëshmitar kundër teje qiellin dhe tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, bekimit dhe mallkimit. Zgjidh pra jetën, që të mund të jetoni ti edhe pasardhësit e tu. Pra, pse ka ligësi në botë? Sepse dhe njeriu natyror nuk i pranon gjërat e frymës së Perëndisë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato hetohen frymërisht." Kazuo, Tregoni të sinqertë. A jeni të pastër përpara Perëndisë? Ju mbase mendoni se jeni njeri i mirë, por Zoti shikon zemrën dhe qëllimet që fshihen pas veprave tuaja të mira. Psalmi 14 vargu 3 thot: "Të gjithë kanë devijuar, janë korruptuar, asnjëri nuk bën të mirën, as edhe një. Jap se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Jezus Krishtin, që të paguante pagën e mëkateve tona, në mënyrë që ne të jemi një krijesë e re në të, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykoj botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij."
Ishte e vërteta e Biblës ajo që e preku zemrën time. U binda dhe i pendua rash në gjunjë për të pranuar Jezusin në jetën time. Pas kësaj, nuk doja më të qëndroja në ushtri. Doja të isha një ushtar i mirë në Krishtin dhe kështu, pas 3 vite shërbim, dhash dorëheqjen. Kapelani i forcave ajrore kërkonte një asistent dhe kërkoi që unë të punoja për të. A nuk është madhështore mënyra se si Zoti punon në jetën tonë, edhe kur ne nuk e kuptojmë se drejtohemi prej Tij? Po, e kam parë fuqishëm dorën e Tij në jetën time. Po pse Zoti nuk punon në të njëjtën mënyrë me gjithë secilin prej nesh, kapelan Hes? Në fakt, Kazuo, ai do që të gjithë të shpëtohen. Letra e parë e Timoteut, kapitulli 2, vargjet 4 dhe 5 thon: I cili dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të vinë te njohja e së vërtetës, sepse një është Perëndia dhe një është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve, njeriu Jezus Krisht. Mos harro. Jezusi tha se duhet të rilindnim që të shikojmë mbretërinë e Perëndisë. Ne kemi nevojë për frymën e shenjtë që të jetojë brenda nesh në mënyrë që të ndjekim të vërtetën e Tij. Do doja shumë që njerëzit ta kuptonin se sa i mirë është Zoti. Si do doje të ishte jeta jote, Kazuo? Po, do më pëlqente të filloja shkollën biblike dhe të studioja fjalën, kapelan Hes. Por nuk mund ta paguaj. Mos u shqetëso. Zoti e ka një plan për jetën tënde dhe do të ta tregojë me kalimin e kohës. Një muaj më vonë, ai më informoi mbi një shkollë në Tokyo, një shkollë japoneze e krishterë. Kështu aplikova dhe shumë shpejt më kthyen përgjigje. Kapelan Hes, më kanë pranuar. Kjo është e mrekullueshme, Kazuo. Tani më duhen vetëm parat për pagesën. Kam dëshirë që vitin e parë të ta paguaj unë. Vërtet? Lavdi Perëndis. Faleminderit, kapelan Hes. Jam i sigurt se do të jesh një student i Zotit. Pas një viti, kapelan Hesi erdhi të më takonte për të parë se si po shkoja me shkollën. Dhe duke qenë se kisha ecur mirë, ai mi pagoi të 4 vitet. Gjithashtu, ai vazhdoi të mbështeste shërbesën tonë për 40 vitet në vazhdim. Kur isha student, punoja si përkthyes për shumë misionar dhe ndihmoja drejtorin e departamentit ungjillor në shkollë. Atje njoha Isakon, sekretaren e tij. Mirëmëngjes, zoti Ozaki. Mirëmëngjes, Isako. Si je sot? Shumë mirë, faleminderit. Për momentin, zoti Jozef është pak i zënë me dikën në zyrën e tij. E po mirë. Atëherë pori pak me ty. Po unë jam duke punuar. A nuk është pjesë e punës tënde të ndihmosh studentët që vinë në zyrë? Është. Dhe a nuk jam unë ai që ndihmon shefin tënd? Je. Atëherë, edhe unë po të ndihmoj me punën tënde. Kjo është e vërtet. Mirë pra, më fol pak për veten, Hisako. Nuk di çfarë të tregoj, Ozaki. Po ja, më trego si mbijetove luftës. Ka qenë e tmerrshme. Për shkak të kohës së keqe, kishim shumë pak ushqim dhe nuk dinim ku të flinim. I ftohti dhe shiu bën që ime motër të sëmurë i rënd. Si u shpëtove? Motra ime vuante nga tuberkulozi dhe ndërkohë që unë kujdesesha për të, u sëmura gjithashtu. Kur isha në spital, atje erdhi një ungjilltar i cili më foli për Jezusin. Më tregoi se sa shumë ai më deshi mua. Mesazhi i ungjillit është shumë shpresdhënës, pavarësisht gjërave që mund të jemi duke kaluar në jetë. Fjalët që mua më kanë prekur më shumë janë, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar, nëpërmjet besimit, dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë, jo prej veprave, që askush të mos mburret. E pas ke mësuar përmendesh. Po, fjala e Perëndisë është shumë e çmuar. Edhe për mua. Mendoj se zoti Jozef tani është i lirë për t'ju takuar, zoti Ozaki. Duke qenë se gjatë kohës që isha student, punoja shpesh me shefin e saj, unë dhe Hisako nisëm të shoqëroheshim më shumë me njëri tjetrin. Unë përktheva filmin e parë shkencor në japonisht dhe punova si përkthyes dhe interpretues për shumë misionar. Midis tyre, edhe për Bernie Holleritsin, i cili drejtonte shoqatën Pacific të transmetimeve. Një ditë, kur isha në vitin e fundit të shkollës, ai mbajti një fjalim në shkollë. Perëndia ka thënë: shkoni pra dhe bëni dishepuj në të gjithë kombet. Dhe një nga mënyrat më të mira për të bërë këtë është nëpërmjet radios. Radioja i kalon kufi dhe arrin në çdo shtëpi që na dëgjon. Njerëzit që nuk mund të dalin për shkak të sëmundjeve dhe varfërisë
Mund ta dëgjojnë lajmin e mirë që tregon se Perëndia i do dhe dërgoi birin e tij të vetëm lindurin të vdiste për mëkatet e tyre. Ata që jetojnë të humbur në dëshpërim mund të dëgjojnë himne dhe këngë shpengimi. Ka shumë nga ata që janë duke vuajtur dhe ndihen të pashpresë. Nëpërmjet profetit Osea, Zoti tha: populli im vdes për mungesë njohurish. Ju mund t'i jepni atyre njohuri. Ju mund t'u tregoni atyre të vërtetën që i bën ata të lirë. Bashkohuni me ne në shoqatën Pasifik të transmetimeve, në mënyrë që ta ndajmë ungjillin dhe midis japonezëve. Pasi mbaroi, ai zbriti nga podiumi dhe erdhi drejt meje për të më takuar. Ishte trup madh dhe ma shtrëngoi dorën fort. Kam nevojë për ty, Ozaki. Si thua sikur të punosh me mua në shoqat? Në fakt ju dhat një shembull shumë të mirë me fjalimin tuaj. Atëherë bashkohu me ne. Do ta mendoj. Mos u bëj si tjerët që nuk u mbushet mendja. Po, unë jam akoma në shkollë, zoti Holleritz. Shkollën mund ta vazhdosh edhe me kohë të pjesshme. Më lat pa fjalë. Them se do vi. Gjatë vitit të fundit të shkollës, punova me kohë të pjesshme në shoqat. Në 21 mars të vitit 1961, një ditë pas diplomimit, unë dhe Hisako u martuam dhe vazhduam të punonim me shoqatën në radio. Dhe gjithashtu unë shërbeva si pastor zëvendësues i një kishe. Në radio prodhoja një program që quhej Ora Ungjillizuese e Japonisë, duke e transmetuar një në San Francisco dhe një në Honolulu. Më pas programi i nisi të transmetohet në të gjitha vendet ku japonezët kishin emigruar. Si të shkoi dita, Kazuo? Mirë, por mora vesh diçka që më zgënjeu. A të kujtohet që unë i dërgoja programit në Kitu të Ekuadorit për të transmetuar atje? Po. Sot më thanë se dikush në radio i transmetonte programet për së prapti. Që thua kështu? Kjo nuk është as pak për të qeshur. Mirë, si e zbuluan këtë gjë? Një misionar që jeton në Japoni prej vitesh, është drejtues atje dhe ai e kishte dëgjuar të transmetojë në radio. Kështu më shkroi një letër dhe më tha se nuk do i transmetonin më programet tona nëse nuk dërgonim një misionar japonez. Dhe kë do të dërgojnë? Nuk e di. Mua jo njëherë. Nuk më pëlqen Amerika Jugore. Nuk e njoh atë vend dhe edhe dyshoj se atje mund të ketë japonez. Po atëherë pse e transmetojnë programin? Ata kanë satelitë të fortë dhe valët arrin deri në Brazil ku ka shumë japonez. Jam e sigurt se do të gjejnë një misionar. Mua nuk kanë për të më thënë, duke qenë se sapo jemi martuar. Ashtu është, edhe djali jon Mikio është vetëm 1 vjeç. Përveç kësaj, shoqata sapo më ka ngarkuar një punë tjetër me kishat lokale. Atyre u duhemi në Japoni. Po këtë tjetër mund të marrin në konsiderat. Unë nuk mund të shkoj, Hisako. Kishat japoneze nuk janë të forta nga ana financiare për të mbështetur misionarët. Kisha shumë arsye pse nuk duhet të shkoja në Kitu, por Zoti mendonte ndryshe. Një ditë, kur po përgatitesha për mësimin me fëmijët të dielën, Zoti më tërhoqi vëmendjen ndryshe. E mbarove mësimin? Me të po merrem. Shikoje pak të titullin në artikullin e revistës. Ja ku jam Perëndi, dërgotim vëlla. A nuk jemi edhe ne kështu? A nuk është Zoti kështu? Unë përpiqem të mësoj fëmijëve të mos jenë si Jona. Kur unë vetë jam duke jam mbathur nga Perëndia. Po pse e thua këtë? Ata kanë nevojë për një misionar në Kitu dhe unë i kam thënë Zotit dhe të gjithëve se nuk mund të shkoj. Madje rekomandova një mikun tim të shkollës. Atyre u thash, ai ka dëshirë të shkojë në Amerikën Jugore. Dërgoni atë. Dhe ti mendon se Zoti do që të shkosh ti? Po, Hisako. Holleritz më kërkoi të shkoja dhe në ato momente ndjeva dorën e ngrohtë të Perëndisë. Do të lutem për ty, i dashur. Edhe unë do të lutem, Hisako. Zot, nëse ky është plani yt, atëherë më dërgo mua dhe jo të tjerë. Unë kam besim në ty. Kam frikë sepse nuk e di se çdo më sjell e ardhmja, por e di se kush e mban të ardhmen dhe dorën time. Pas kësaj unë gjeta paqe për të shkuar me shërbesën e krishterë në Kitu, dhe në vitin 1963, mbështetja mujore kërkonte një shumë prej $300. Pas 6 muajsh kishat japoneze shtuan dhe $100 të tjera. Ato kisha ishin të reja dhe të vogla.
dhe sakrifikonin shumë për të dërguar misionarët e parë jashtë vendit. Në qershor të atij viti ne shkuam në SBA për të dhënë më shumë mbështetje. Ishte e vështirë të udhëtoje nga një shtet në një shtet tjetër, nga një konferencë në një konferencë tjetër, pa njohur askëm. Kur ishim në Crown Point në Indiana, mikpritësi atje e mori Isakon, e cila ishte shtatzën, dhe e çoi të vizitohej te doktori. O Zot, po ju nuk duhet të udhëtoni më. Fëmia juaj mund të lindë nga çasti në çast. Duhet të qëndroj këtu? Mos u shqetëso. Do jesh nën kontrollin tim. Por ne nuk mund t'ju paguajmë. Zoti më ka thirrur të shkoj misionar në Indi, por dyert nuk janë hapur ende. Kështu që të gjithë misionarët në këtë qytet do të jenë në kujdesin tim. Shërbimi do të jetë falas. Zoti ju bekoftë, vëlla. Gjithashtu. Joyce, vajza jon, lindi në tetor të vitit 1963 dhe me njerë pas kësaj më ftuan në një konferencë në Miami, vendi ku shkonte pjesa tjetër e ndihmave tona. Më pas ne u nisëm për në Ekuador. Zoti na udhëhoqi dhe u kujdes për ne gjatë qëndresës në SBA. Në 6 janar të vitit 1964, ne arritëm në Kitu. Detyra jonë e parë ishte të mësonim gjuhën spanjolle dhe në maj, 4 muaj më vonë, rifilloi transmetimi i programit ton. Shiko sa shumë letra, të gjitha nga dëgjuesit janë? Po, programi ka pasur dëgjueshmëri të madhe. Dëshiron të ndihmoj të përgjigjesh letrave? Nuk ka kush të më ndihmoj tjetër, Isako. Po nuk më ndihmove ti, nuk kam si t'ja bëj me të dyja. Edhe të përgjigjem letrave, edhe të bëj programin. Programi yt po ndihmon shumë njerëz, Kazuo. Njerëzit kanë nevojë për Zotin e dashur. Vetëm ai mund ta mbush boshllëkun në zemrën e tyre. Isako u përgjigje letrave dhe unë punoja në zyrë. Por kjo zgjati deri në vitin 1969, pasi mua më filloi dhimbja e stomakut dhe u shtrova në spital. Çfarë tha doktori, Kazuo? Tha se kam ulçër në stomak dhe duhet të pushoj për disa kohë. Po programi? Do të më duhet të ta lë ty në dorëzim, e dashur. Në duart e mia? Po unë nuk jam personi i dur. Sigurisht që je. Ti e do Zotin dhe u bën 5 vjet tashmë që punojmë bashkë. Po unë nuk kam asnjë kualifikim me prodhimet në radio. As gjimnazi nuk e kam mbaruar. Personi i cili po na viziton nga misioni i zyrave qendrore do të ndihmoj. Pastaj Zoti do të drejtoj. Kujton mbretin David. Mos u shqetëso për gjigantët që ke përpara. Hidhi syt nga Perëndia, i cili do të jetë me ty, Isako. Do me thënë, do më dëgjojnë shumë njerëz? Mendo sikur je duke folur vetëm me një njeri. Edhe sëmundja ime ishte pjesë e planit të Perëndis. I me shoqja ja doli mban e vetme, dhe kur e drejtuam bashk programin, ajo kishte më shumë siguri dhe besim, duke u treguar dëgjuesve për familjen tonë dhe për jetën tonë në Ekuador. Jemi në transmetim të drejt për drejt nga Kitu i Ekuadorit dhe ky është programi në gjuhën japoneze. Unë jam Kazuo Ozaki. Dhe unë jam Hisako Ozaki. Le ta ngrem lart emrin e Perëndis. Ne jemi ushtar të kryqit në një vend të largët dhe çmojmë kohën që kalojmë me ju. Këtu ndodhemi në malet e Andeve në një lartësi prej 2700 metrash dhe moti nuk ka shumë ndryshim nga ai në Japoni. Si të duket vendi këtu, Hisako? Më pëlqen shumë, Kazuo. Pamja në mbrëmje është fantastike dhe gjatë ditës nuk është shumë nxehtë. Këtu mund të rrisësh lule krizantem, një lule të cilën babai im e adhuronte. Mos haro malin Cotopaxi, të mbuluar me dëbor, që të sjell në mendje malin Fuji në Japoni. Zoti ka krijuar një botë shumë të bukur në të cilën ne jetojmë. Për më shumë, ai na jep jetë të përjetshme me të në parajs. Atje do të jetë edhe më bukur. A e dini se si mund të shkojmë në parajs, të dashur dëgjues? Jezusi u bë rruga për ne. Bibla thot, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Mund të na thuash se çdo të thotë të besosh në të, Kazuo? Do të thotë të besosh se ai derdhi gjakun e tij në kryq për mëkatet tona. Bibla thot se paga e mëkatit është vdekja. Kështu Perëndia dërgoi Jezusin të vdiste në vendin tonë, sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Për një kohë të shkurtër në Japoni,
Programi pati një dëgjueshmëri të jashtëzakonshme dhe në vitin 1976 ne arritëm të merrnim 63.000 letra. Familja jonë u shtua kur lindi djali ynë, Jugi. 36 vjet më vonë, në 31 dhjetor të vitit 2000, stacioni në Kitu transmetoi për herë të fundit programin ton me 1 orë shtesë. Në të njëjtin vit, Zoti hapi një tjetër derë ku të shërbenim dhe unë fillova të përktheja të lirë nga prangat në japonisht. Ne e zhvendosëm zyrën japoneze në shtëpinë e vajzës sonë në Illinois, por I ktheheshim në Quito çdo vit kur programi transmetohej. Më pas një të diel, në 17 shtator të vitit 2006, gruaja ime e dashur Hisako vdiq nga kanceri. Qindra miq të krishterë më telefonuan. Disa më dërguan letra dhe shumë të tjerë morën pjesë në funeral. Alo? Përshëndetje Kazuo. Jam Berni Holritz. Po vjen keq për gruan tënde. Megjithatë ajo tashmë është në shtëpi me Perëndin. E di që ka për të munguar. Faleminderit Berni. Ka për të më munguar në fakt. Të gjithëve do na mungoj. Do kisha dashur të isha në funeral, por nuk kam qenë mirë me shëndet. Djali ynë Mikio drejtoi shërbesën e adhurimit në Kitu. Edhe tregoi se si ajo asnjëherë nuk u ndije kualifikuar për të qenë misionare. Asnjëherë nuk e mori diplomën e gjimnazit dhe nuk ishte e përgatitur për të drejtuar një program në radio. Por Zoti prapë përdori për kushtimin e saj. Ajo I shërbeu Perëndis me zemër. Zoti më ka ngushëlluar. Te Psalmi 116, vargu 15, Bibla thot: "Është e çmueshme në sytë e Zotit vdekja e të shenjtëve të Tij." Të gjithë mund ta shihnin pasionin e saj për Krishtin. Më vjen mirë që më shtyve të punoja në radio. Zoti po kor frytin e punës tënde. Çfarë planesh ke tani, Kazuo? Jam duke u marrë me 2 programe që transmetohen në Australi. Dua të vazhdoj të ndaj fjalën e jetës për ata që janë të uritur. Zoti të bekoft. Jam akoma duke punuar me programe 30 minutëshe në shtëpinë e vajzës sime, ku kemi ndërtuar një studio që transmeton programet çdo të shtunë dhe të diel në Japoni. Lutja ime është e njëjtë me atë që ishte në kohën kur ndiqja shkollën biblike. Mjeshtër, më krijo dhe më formo sipas vullnetit tënd. Sa mik I mrekullueshëm është Jezusi. Tek Gjoni kapitulli 5 dhe vargu 24 ai tha: "Ai që e dëgjon fjalën time dhe e beson atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë." Dëgjuesi dashur, pasaportën për në mbretërinë e Perëndisë merrni në momentin kur pranoni Krishtin si shpëtimtarin tuaj. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetëndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 291. Kjo ishte historia e vërtetë e Kazuo dhe Hisako Ozakit. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u sol për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.